Bizneset tona do t'i bie në falimentim. Bizneset do të shkojnë ka falimentimi si rezultat i çmimit të energjisë elektrike. Qetësuese është inflacioni është duke u rrit. Është duke u rritur importi, kurse eksporti është duke na rënë. Me këtë çmim të energjisë elektrike nuk do të ketë më as investitor të brendshëm, po as të huaj. Bizneset kanë filluar që të tentojnë të marrin ofertat e para dhe ofertat e para që kanë ardhur të gjitha bizneset, të gjithë sektorit, janë mbi 200% më shtrejt se sa çmimi i energjisë elektrike që kanë marrë deri më sot. Dhe çka ndodh? Kjo situatë bizneset tona do t'i bie në falimentim. Bizneset do të shkojnë ka falimentimi si rezultat i çmimit të energjisë elektrike kaq të lirë se nuk kanë mundësi bizneset që të ekzistojnë me këtë çmim të energjisë elektrike që po ofrohet nga ana e furnizuesve të licencuar. Ne edhe pranë qeverisë Republikës Kosovës, edhe të zyra rregullatorit të energjisë elektrike kemi ngrisë shqetësimin dhe kemi kërkuar që kjo të shtyhet dalja në tregun e lirë dhe rritja për 16.1% të suspendohet për arsye se ka mundësi dhe ka mekanizma që qeveria ta subvencionoj ose edhe ta gjejmë mënyrën tjetër se si ta ndihmojmë biznesin që ta kaloj sa më lehtë këtë periudhë kohore të mos daljes në tregun e lirë. Kështu që prap sot kërkesa jonë për institucionet e vendit është që të pezullohet vendimi për rritjen e energjisë elektrike dhe të pezullohet së paku për një vit, më së paku për një vit, që bizneset se cilat kanë të punësuar mbi 50 punëtor apo që i kanë mbi 10 milion euro qarkullim të dalin në tregun e lirë. Duhet ta kuptojnë të gjitha partitë politike të cilat janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës Kosovës, jo vetëm partia që ka qenë në qeveri, po dhe parti tjera opozitore, që gjendja është shumë shqetësuese sa i përket bizneseve. Por, duhet me pas parasysh edhe prodhimin. Është në dhonat që i kemi marrë, dhonat zyrtare, janë duke na tregu që prodhimi i Kosovës është duke rënë. Paramendoni sot, kur ende nuk kanë dalë në tregun e lirë, kur ende nuk janë duke paguar energjinë elektrike me çmimin e rritur, është duke rënë. Por në momentin që do dalin në tregun e lirë dhe në momentin që do të rritë çmimi i energjisë elektrike me oferta që janë ofruar mbi 200% nga çmimi që kanë marrë deri më sot, ato do të mbyllen krejtësisht. Trendi nuk është i mirë jo vetëm në Kosovë, po edhe në tregun e Bashkimit Evropian. Shqetësuese është inflacioni është duke u rritë. Ky inflacion do t'i godet drejt për drejt qytetarët të Republikës së Kosovës. Siç mund ta shihni, pikun e kemi pas në 2022-ën, edhe pse ne vitin 2024 kemi mbyllur me 1.6%, më njëherë për 4 muaj. Për 4 muaj, prej janari deri muajin prill, dhe sipas zonave zyrtare inflacioni ka filluar me tendencë rritje. Ky inflacion, jo vetëm në Kosovë, prapë të theksoj, po edhe në vendet e Bashkimit Evropian, edhe të rajonit ka filluar me tendencë rritje. Dhe do të shkon duke u rritur edhe më shumë edhe në hapa më shpejt në Kosovë, nëse vazhdohet me këtë kërkesë që bizneset me dalë në tregun e lirë dhe me shku me çmimin e rritur të energjisë elektrike për pagesë. Ku jemi të bilanci tregtar i madrave. Këto janë dhëna zyrtare që janë shumë shqetësuese për të gjitha institucionet e vendit tonë dhe për të gjithë partitë politike që janë prezente në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe kërkojmë që sa më shpejt të themelojnë institucionet e Republikës Kosovës që të ndërmarrin hapa, ndërmarrin veprime që të apshtojnë biznesin, të apshtojnë ekonominë e vendit tonë. Shikoni se me çfarë trendi është duke u rritur importi, kurse eksporti është duke na rënë. Do thonë importi ka kalu vlerën për 4 muaj mbi 2 miliard, ndërsa eksporti ka rënë në 275 milion. Jemi duke mbulu vetëm me 12% në mesatare importin me eksport që na ka krahasu me vitin e kaluar ku e kishëm 15% mbëlueshmërinë, tani ka rënë në 12%, ndërsa për këta 4 muaj bilanci është thellu. Vetëm këta 4 muaj bilanci tregtar është thellu mbi 18.83%, afërsisht 19%. Dhe kjo është shumë shqetësuese se prodhimi jon është duke humbur. Pjesën ose territorin e prodhimit ton është duke e marrë importi dhe janë duke na shfrytzuar të gjitha vendet e rajonit, po edhe vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjërë ku po importojmë. Me këtë çmim të energjisë elektrike nuk do të ketë më as investitor të brendshëm, po as të huaj.